Mi buni qeveria unitetit kombëtar, përgatitja për zgjedhje të rregullta mbrana 10 muajve, etj. Duhet mi marrë seriozisht? Unë mendoj që çdo veprim të partive tjera duhet me marrë seriozisht. Okej. Nuk jam as pak për me nënçmu kërkën. Partitë janë këtu që janë. Populli ato i ka votu ky popull që e kemi. Sakt. Ky popull e ka sovranitet, është bartësi sovranitetit, sipas kushtetutës sonë, edhe pastaj në reprezentacion politik, ato e bartë në partitë ndryshme, që mu themelu institucionet për me mujtë me qeverisë. Edhe se cila parti që ka ide, që prodhon një dokument i cili është valid, unë mendoj që duhet me analizu. Duhet më ullë me analizu, pse kanë thonë kështu, cili është motivi i tyre, ku po dojnë me dalë, çka është qëllimi përfundimtar e kështu me radhë. Kështu që kjo marrëmendja do të analizohet edhe prej vetëvendosjes, kjo që u prodhua nga Lidhja Demokratike. Vetëm problem e kemi, do të thotë që me Lidhjen Demokratike është paradoksal, me thënë të drejtën kur e analizon deri në fund, pozicionimi i tyre që thotë se me vetëvendosjen është e pamundshme, kurse ekuacioni 2, kur i shtuhet kësaj edhe PDK-ja, bëhet shumë mirë. Do në qëto s'po mëj me konceptu dhe çka i bjen kjo. LDK plus vetëvendosje e barabart me keq. LDK plus VV plus PDK, super. Shumë mirë edhe adem. Për menimin tam, ekuacion ma i mirë do të ishte VV plus LDK. Pa të tjerat. Pa të tjerat, sepse me thonë të drejten, ne kemi nevoj për një opozit. Edhe sa ma e fort, ma e mirë. A është që kjo principi kryesor i demokracisë. Mos në lash zoti pa opozit. Ja, zbën hesh. Zbën se keq bëhet. Kështu që në këtë kuptim, pse mos t'ishte PDK-ja një opozit e mirë. A veten, edhe i bën hajrë, 8 vjetë murën bullaksu në opozit, ta mon bot një parti nështë e aftë, nëse thët populli mi fitu zgjedhjet në të ardhmen, pa për këto duhet me nej reformat thella dhe matutje. Por, kërkush për Lidhjes Demokratike nuk ka dalë me ma shpjegu, për me ma mbush mendjen, po thëmë se shpjegime kom dëgju një qenë. Po për me ma mbush mendjen, ekuacioni me 3 elemente, VV, LDK, PDK. Nëse e hjekun PDK-n pe ekuacionit, LDK-ja për dhe bëhet keq. Pse LDK-ja, si parti, veç do të më madhon një shpjegim dikush zyrtarisht, nëse ka mundësi, në këtë pyetje që për bëj, me qenë qaqe kujdesshme ku po jetë PDK-ja. Apo jetë kënej, apo jetë anej. Ata janë të kujdesshme për unitet popullit edhe për momente kritike që po kalon Republika, s'besoj që bashkë me PDK-n e kanë. Jo, veç një pyetje, cilat punë nuk mundet mi kry një qeveri me 79 deputet, nëse PDK-ja nuk është aty. Çka po na vyj ka neve për mi pas 105 deputet në Kosovë që nuk po kry ka, diçka. A ki diçka që nuk kryet? Veç për 10 muaj, po thojnë, uniteti kombëtar murujt. Po jo, heq, na me LDK nuk besoj që edhe presidentin mujna me zgjedh, kur t'i vje momenti. Jo me hi në fillim negociatat, që shtash që s'kena pas qef, po i vjen prill, edhe një vjet është, edhe zgjedhim edhe presidentin.